Erion Veliaj është një i burgosur i marrpeng nga prokurorët. Në fillim ata kanë vendosur ta burgosin. Me që nuk arritën të gjejnë fakte rreth tij, gërmuar në jetën e gruas, vëllait, nënës vjerrit, vjerrës e mëtej. Pastaj ndërtuan një roman policor. U kanë lënë në hije dhe shkrimtarët me fantazi për romane të verdha, për të lidhur histori që nuk lidhen me njëra tjetrën. Sidoqoftë me që nuk ishte prova mjaftueshëm për ta futur në burg, gjetën një SMS nervoze të tij drejtuar një hetuesi të BKH-s. Pse i kishte thirrur gruan në telefon një të shtunë dhe e futën në burg. Pastaj, kur pritej që të thelloheshin hetimet, ata u thelluan në përgjime dhe konstatuan sjellje të pahishme në burg dhe nuk e lejuan të dilte në apel nga burgu. Jo për atë që ishte arrestuar, por për mënyrën se ishte sjell në burg. Pra e kanë futur në burg për sjellje të pahishme dhe sot ndërkohë kanë komunikuar dhe një akuzë të re, po për sjellje të pahishme në burg. Kur gjithë Shqipëria, mbështetësit dhe armiqtë e tij presin të kuptojnë ku është korrupsioni i Erion Veliajt, çdo ditë marrin lajme që ai nuk është në burg për korrupsion, por për sjellje të paedukatshme me policët, hetuesit dhe rojet e burgut. Kjo është përndjekja më e egër që ndonjë udhëheqësi politik është bërë në Shqipëri pas komunizmit, që te i kalon përndjekjen e Fatos Nanos nga Sali Berisha. Ai vërtet e ruante, e përgjonte dhe e dënonte kot, por nuk e kufizonte të takohej me njerëz familjar apo drejtues të partisë. Përtej kësaj, duket se prokurorët po prodhojnë me izolimin e tij dhe skena politike, siç është kjo përfolja e famshme për përçarje mes Ramës dhe Veliajt për shkak të leadershipit komanduar të bashkisë. Për shkak se komunikimi i vetëm i Veliajt me bashkinë vjen përmes avokatit dhe i ka shkuar një kërkesë për zëvendësuar drejtuesen e komanduar. Ai e ka marrë mirëqen dhe e ka firmosur atë në mirëbesim të informacionit të cunguar që ka nga izolimi i thellë dhe të nesërmen kur është sqaruar, ka kërkuar që të rikthehet situata e mëparshme. Natyrisht që gjithë kjo ka pasoja procedurale, por edhe në këtë pikë prokurorët e tij arritën të prodhojnë lajme politike për të zhurmuar në fakt për ndjekjen dhe linçimin personal ndaj tij, duke i shtuar akuza të reja për sjellje të pahishme në burg. Ideja që ky tani po bën sherr dhe me Edi Ramën, natyrisht që u jep atyre lirin të vazhdojnë masakrimin e tij në qeli, ndihmuar nga kakofonia mediatike dhe ushqimi me gjysmë të vërteta i portaleve nga burime të mirë informuara, dhe ata janë kujdesur gjatë një muaji për këtë gjë. Sidoqoftë njerëzit do mbajnë pak mend se si e ka emrin kjo vajza e komanduar dhe si ka ajo tjetra që do komandohej, pasi praktikisht kryetari i Bashkisë së Tiranës është Edi Rama. Erion Veliaj mund të jetë i qetë që kryeministri i vendit dhe kryetari i partisë së tij i ka vënë gjoksin jo vetëm politikisht, por edhe zyrtarisht punëve të tij mbetur rrugëve, të tjerat janë muhabete kafenesh. Ajo që nuk do harrohet është këmbgulja e dy prokurorëve për të linçuar personalisht dhe familjarisht një të dyshuar në përpjekje për ta izoluar fizikisht, politikisht dhe në fund edhe për ta ndëshkuar ligjërisht për arsye të tjera nga ato që kanë filluar procedimin penal ndaj tij. Ky është një rekord historik i antiprofesionalizmit dhe rrëshqitjes në konflikte interesi të njerëzve të drejtësisë me ata të politikës, që më së miri pasqyrohet tek saga e përndjekjes politike të kryebashkiakut të Tiranës.